Profeti alayhis salam ka pas 7 fëmijë. 2 djem dhe 4 vajza me Hatixhen, edhe pastaj me Merjemen, një djalë Ibrahimin. 6 kanë qenë me bashorën e tij Hatixhen që e donte ai shumë. Në momentin që ka qenë gjallë, sa fëmijë i ka ndruar jetë. Ose ne thamë vetëm për Ejubin, po e vërteta është që profetit alayhis salam i ka ndruar jetë derisa ai ishte gjallë, i ka ndruar 6 fëmijë jetë. Pra kanë vdekur 6 fëmijë. Vetëm Fatimeja ka jetuar edhe pak mas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Ka pas 2 djem në start, njëri quhej Qasim, tjetri quhej Tahir. Qasim ka lind përpara se sa pejgamberi tu bonte pejgamber dhe ka vdek përpara pejgamberllëkut. Djali i dytë, Tahir, edhe nga emri Tahir i pastër, ka lind kur ishte bërë pejgamber. Dhe i vdiq Qasim i vogël, i vdiq dhe Tahir, 2 çunat që kishte. E di që ata në armiqtë e Islamit? Hua ebter. Ky është shkatru, ky ka falimentu. As ngelen më meshkujt, se meshkujt për ato ishin pasimi i gjeneratës, vazhdimi i jetës, e kupton? Edhe e pan si fatkeqësi të madhe. Than, ky është i shkatrum. Ky hiku. Këtë edhe Zoti e kalon. Di çfarë bëri Zoti? Pra lele me Ejubin. Me Ejubin. Por Zoti ka zbriti sure. Inna a'tainaka al-kauthar. Ne ty o Muhammed të dhuruam Kautharin. Është një lumë që do të rrjedhë në ditën e gjykimit. Dhe një lumë që është dhuratë për në xhenet. Fasalli li rabbika wanhar. Falu për Zotin tënd dhe bëj për të kurban. Inna shaniaka huwa al-abtar. Armiqtë tuaj janë shkatru, jo ti. Sigur e dinte, sigur ta mësojmë ne se ai e dinte i madhi Zot që mas 1450 vjetësh ato janë super anonim. Ky është njeriu më i përmend në botë, Muhamedi alayhis salam. Po, dhe la trashëgimni, sot janë 2 miliardë muslimanë në botë. La trashëgimin më të drejtë, më të fuqishme të adhurimit një Zoti. Ato thanë hua ebter, tha iku ai falimentoi, i vdiqën fëmijët s'ka më. Ai edhe sikur çdo lloj mesazhi të ketë kështu, ai s'ka fëmijë që ja ndjekin. Allahu mëndushëm që e kishte marrë për sipër. Ishte i dobët kur ka zbrit kjo sure. Tha unë dhurova ty Kautharin, është një gjë shumë e mrekullueshme e xhennetit. Falu për të marrën Zot dhe bëj për të kurban. Inna shaniaka huwa al-abtar. Armiqtë tu janë shkatru, janë anonim. Ato s'do përmenden më. Ai biles komendi që e ka farsosur, e ka përkthyer. Po ta shohësh Kur'anin shqip, ebter, farsosur, pra ke parasysh nuk vlen më, sepse nuk ke më pasardhës. Kështu menduan ato. Kur i vdiqën 2 fëmijë të vegjël. Njëri para pejgamberllëkut, tjetri sapo ishte bo pejgamber. Vajzat. Djali është sprove modhe, po edhe vajzat janë sprove madhe shumë. Se ne folëm për Ejubin, po pejgamberi jon ka qenë shumë i durueshëm. I ka thonë Allahu në Kur'an, "O li rabbika fasbir." Për hir të Zotit të nduro. Ai ka duru gjithë jetën. Në të gjitha llojet e sprovave. Po ne sot po përmendim pak vetëm sprovën e fëmijëve. Ka pas 4 vajza. Ruqiyatu, mashallah. Sa e mirë është. Ruqia, mashallah. Umu Kulthum, edhe Zeynep, vajza 3, Fatime, vajza 4. Është e çuditshme vllai dashur, se në Medinë i ka vdek Umu Kulthum, pra si tham Qasimi, i vdiq përpara se tu bonte pejgamber, që ti marrim
edhe një herë që njerëzit Po. t'i kujtojnë. Tahir ishte në moment. Tahir ishte pas ju po pejgamber dhe nga emri duket Tahir i pastërti. Kishte sa tham vajza? 4 vajza. Ruqiyatu, Kulthum, Zeynep edhe Fatima. Pejgamberi selam ka pas dhurat 4 vajza. A u sprovu me këto vajza se me djemë të sprovu? Derisa armiq thanë ky është farsosur, ky ka mbaru punën tani. Dhe me vajzat është sprovu shumë vllai dashur. Në Medine për 10 vjet i ka ndru jetë Ruqiyatu, i ka ndru jetë Kulthum dhe i ka ndru jetë Fatima. Dhe Zeynep. Dhe ka ndru jetë mbas 6 muajsh mbas i vdiq vetë Fatimeja. Po. Pra Ruqia, Kulthumi dhe Zeynebi i kanë vdek brenda 10 vjeçarshit. Brenda 10 vjeçarshit Medinës i ka ndru jetë dhe Ibrahimi 1 vjet e 6 muaj. Le të ndalemi pak tek ndrimi i jetës së Ibrahimit. Vetëm desha me shtu një urtësi. Po, patjetër. A di si paraqitet kjo në historinë islame? Sikur s'ka ndodhur gjë, është kështu apo jo? Edhe Imagjino ti kishin ndodhur një teatri vllau. Pra imagjino për çfarë personaliteti po flasim, sa i ka kalu këto me forcë të madhe dhe ka shpërndar Islamin në gjithë botën, e kupton për çfarë po flasim? Po ti kishin ndodhur një teatri, vetëm një fëmijë dhe nuk harrohet gjithë jetën. Kurse pejgamberit alayhis salam, ja ne po flasim sot, ndoshta një pjesë jo e vogël e atyre që na ndjekin, pasi se din fare. nuk e din. Ose mund të kenë dëgjuar diçka të përgjithshme, po jo që 6 fëmijët nga 7 i kanë ndruajtur para sa i të ndrote jetë vet. Ka qenë njëri aq i madh sa nuk i ka botë mëdhaja këto gjëra. Sepse misioni i tij ishte shumë më i madh se sa jeta, qoftë dhe e fëmis, dhe e dyta ishte pejgamberi i vërtetë, se kishte pa xhenetin me sy dhe e dinte që me gjithë të vajza dhe me fëmijët e vet do ishte në xhenet përjetshëm. Se s'ka shpjegim tjetër. Apo flas logjikshëm, ndoshta e kam gabim, thuj. Jo. Ka njerëz që vetëm i ndron jetë një fëmijë dhe nuk bëhen më. Janë gjithmonë mërzit, janë gjithmonë shkojnë ke varrezat për t'i vizituar dhe jo për mision më, por nuk janë për të bërë një jetë të plot, po ti kishte vdek dhe i fëmijë tjetër. Po 6 vllai dashur. Dhe 10 vitet e Medinës kanë qenë 10 vitet e kulmit të jetës atij. Aty bëri gjithë punën më të madhe për Islamin kur i kanë vdek 4 fëmijë. Dhe asnjë sekond nuk u rrëzu, siç do ta përmendim. Allahu Akbar. Le të marrim pak me radhë pjesën e Medinës, aty ku thej që është kulmi. Nga ndrimi i jetës ka qenë që të paktën në pak transmetime që na kanë ardhur, sepse është se shteti nuk ka pas shumë zë. Veti ka kalu shpejt ai. Veti ka kalu, po. Po. Pak që kemi ngelur tek Ibrahimi. Para, edhe i gjë. Si tham, kishte 3 vajza që i vdiqën në Medinë. Kulthum dhe Ruqiyatu. Të dyja ishte njëra bashortja e Osmanit. Osmani ishte njëri shumë i edukuar, shumë i moralshëm. Dhe pejgamberi ja dha vajzën me kënaqësi të madhe. Mbasi vdiq vajza e parë, prap Osmanit i dha vajzën e dytë. Për shkak të moralit që e vlerësonte shumë. Për shembull, ishte herë në shtëpi pejgamberi alayhis salam dhe Aisha ishte aty. Troket nder. Troket dikush. Shkoja hapa Aisha, baba i vet Ebu Bekri Siddiq. Pejgamberi alayhis salam kishte i rob që i dukej pak këmba e tij kështu. I rob të shkurtër. Hyn Ebu Bekri, profeti nuk lëviz. Bien dera mbas pak. Umar ibn al-Khattabi, pejgamberi nuk lëviz. Bien dera përsëri vjen miku tjetër. Osman ibn Affan, atij që i dha 2 vajzat e veta. Pejgamberi lum, ul rrobën edhe e pret. Selam aleikum, aleikum selam. Pa ishte si bëri çudi. Ebu Bekri nuk lëvizi, Omeri nuk, kjo tregon dhe profeti ishte shumë i kujdesshëm në raport me njerëzit. Kur ikin e pyet Aisha. Sa për Ebu Bekrin s'lëvize, por Omerin s'lëvize, por Osmani lëvize. Tha, po se s'desha ta vjen siklet sa është shumë i turpshëm. Si mos të jemi kujdesshëm me atë që edhe engjëjt kanë turp nga turpi i tij. Ishte shumë i thojnë, nuk e ka pa jer veten pasqyr të zhveshur. Dhe pejgamberi ka thonë, vajzat e juaja jepjani njerëzve të moralshëm, të sjellshëm dhe të turpshëm. Sa ai nuk ta keq trajton asnjëherë vajzën.
Prandaj ata të dy vajzat dhe prandaj Osmani quhet poseduesi i dy dritave. Dy dritat janë dy vajzat e pejgamberit, fati i madh për Osmanin që ndroi jetë njëra, pejgamberi alayhis salam ja dha tjetrën. Dhe kur ka ndruar jetë edhe tjetra, di çai ka thënë Allah? Se Fatimia ishte martuar me Aliun atë kohë. Për Zotin e Osman tha, të kisha edhe një vajzë tjetër, me kënaqësi ta jepja aty. Për shkak të moralit, sjelljes dhe besimit devotshëm që ai kishte. Dhe zemrës madhe që kishte lidhje me Islamin të Osmanit radhiyallahu anhu. Pra, vdiqën Ruqia dhe Kulthum. Brenda disa viteve, po flas për 10 vjeçarshin, brenda 3-4 viteve i vdesin dy vajza. Çdo kush tjetër do kishte kalu një ankth. Shumica do kishin kalu depresion. Pejgamberi alayhis salam i ka mbush syt me lot, është mërzit, biles vajza e parë, imagjino se si e ka farktu i madh i Zot vllai i dashur, ka fitu luftën e Bedrit, që ishte luftë vendimtare. Armiqt kishin ardhur për t'i shkatruar, nëse do i vriqin muslimanë në atë luftë, do vriqin gjithë njerëzit në Medinë, me gra, me fëmijë, me pasuri, do t'ia merrshin, t'ia konfiskoheshin me radhë. Kur ka fitu luftën e Bedrit, janë gëzu, kur ka ardhur e ka gjetë duke hudhë dhe në varrin e vajzës vet. Ka thonë inna lillah wa inna ilaihi raji'un.